kthehemi tani në studio për të përgatitur një llokum. Një ëmbëlsirë të shpejtë. Është me arë, është me fistik. Unë sot do të zgjidh atë të thjeshtin fare. Çfarë na duhet? Po patjetër që na duhet sheqeri, na duhet një shteja, më duhet vanilja ose ujë trëndafili, më të kollajtën e kemi vaniljen, më duhet një limon, lëngu një limonët, patjetër edhe ujë. Për të pasur unë, një rendiment më duhet të vendos. Të shtoj ujë në një tigan të nxehtë dhe masën e sheqerit që ta lëm që duhet të vloj. Të bëhet shurup. Në fund do të kemi një konsistencë gjelatinoze me niseshten, sheqerin, ujin, pastaj siç e tha Albana, llokumet mund t'i përgatisim të mbushura brenda me fistik bajame, me shije limoni, trëndafili, arkokosi, si të duam ne. Po ne po sillim atë tradicionale në bazën, edhe pse është një recet turke, është apo jo? Turke është. Shekulli 18, në mos gaboj, u krijuar në Turqi. Po, kemi thënë që me formimin e perandorisë osmane, sidomos në ardhin e fuqitë të Sulejmanit të parë. Përdoreshe kjo ëmbëlsirë kështu dhe më pas nga sofra e perandorisë osmane ka zbritur në Ballkan, në lindjen e mesme, në Evropë, në tryezat tona dhe ne përdorim sigurisht për të qërasur në evente ose në sebepet ndryshme tradicionale, sigurisht në dasma kryesisht, në pagëzime. Unë di, por ndoshta telefonuesit mund në thonë që në disa zona përdoret edhe në ceremoni martore, si në shej përkutime. E kam pardon, e kam dëshur, dhe jam habitur se si kjo ëmbëlsirë që kryesisht simbolizon atë ëmbëlsinë në festat tradicionale të bukura si martesat apo sebepet të tjera pagëzimi apo fejesa, pa tjetër në për panajire të ndryshme etno-gastronomike, ku di unë kudo tjetër, po e prodhojmë vetë, e shesim dhe si ka mundësi në fakt themi që kjo gjë ka që vogël një llokum të na bëj për vete, të na japi një shije kaq të mirë. Sidomos kur këtij llokumit, këtij sherbetit, punë difuz, do t'i vendos, opa, një vanilje të lëngshme. Vanilje dhe vaniljen e dim që e kemi në 3 gjendje. E kemi në pluhur, e kemi në lëvoshk, në lëvore dhe në këtë masën likuide që e dishëm shumë mirë, që disa do thonë likuide, po pra është kjo e lëngshme. Dhe e lë. Por, kam edhe lëngun e një limoni. E tillë që i gjithë lëngu të ngelet. I mban të buta. Lëngu i limonit dhe përshihen që jep aromën e limonit pa dyshim. E ndihmon shurupin që mos të bëhet si tutkall. Po. E njohim si Turkish Delight, meqense ne kemi vendosur edhe tek titrat e prezantimit të llokumeve. Në Turqi e quajnë rahat llokum. Ne i themi llokume, edhe i përgatisim edhe vetë në shtëpi, sepse mund t'i gjejmë te sofra e nusës, tek dora e mikut që na vjen në shtëpi, ose kur duam të shkojmë për një sebep të caktuar, nderohemi me një pako llokume aq më tepër, kur i kemi përgatitur edhe vetë. Dhe me një ndryshim, kur ne vendosim mara, quhen suxhuk. Pra brenda ne vendosim mara dhe pritet, bëhet po më drejt këndore. Ja, kam bërritur një zonjë ose zotëri në numrin ton të telefonit për të komunikuar bashkë. Përshëndetje. Përshëndetje, po me kuzhinie duhet të takojmë. Përshëndetje. Patjetër. Kemi një zotëri. Nga telefononi? Nga Tirana. Nga Tirana. Jeni duke na ndjekur. Po ju dëgjoj. Është kënaqësi kur i shikon ato që gatojnë në mënyrë të përsosur. Falenderojmë, shumë faleminderit. Desha të thosha të News 24 i shikoj ato kuzhiniret edhe atë gazetarën me thonjë, tulpish thonjët atyre, drejt me thënë, po është kënaqësi me ato të dyja kuzhiniret. Nuk e... Se dëgjua mirë... Edhe më qartë News 24 e dëgjova.
edhe thonë ti dëgjova, po? Është zotëria po u largua? Është larguar, zotëria. Nuk e kuptuam në fakt, mesazhin ose çfarë donte të thoshte. Megjithatë, faleminderit që morët. Dhe në momentin që ju merrin telefon, unë e di shumë mirë që patjetër që ju pëlqem. Këtë diet, po patjetër njëri që të ndjek të pëlqen. E përshëndesim zotërin. Faleminderit edhe një ditë të mbar, një ditë të mbar. Deri diku mendojmë që kryesisht zonjat janë ato që na ndjekin, por kemi vënë re që na telefonin dhe shumë zotërin. Audiencë të përzier. Mirë presim të tjera telefonata. Edhe meshkull si mund t'i quajmë ambis? Ambis. Megjithëse femërore është femërore. Është femërore prandaj. Atëherë unë këtu kam shtuar pakës ujë. Pakës nuk është do heq gjysmën e kësaj mase që të shtoj një seshten. Po. Derisa të na krijohet një konsistencë gelatinoze për të formuar dhe për t'i dhënë formën e llokumeve. Ka filluar që të shkrihet tretet mirë sheqeri, marri pak ngjyrë, kemi dhënë aromë vanilje, kemi shtrydhur edhe një limon, tani po përzijmë një seshten me pak ujë. Një seshte është ajo që do t'i japi trajtën dhe konsistencën gelatinoze. Ja, këtu. Rahat lokum Turkish Delight apo lokume? Rini rehat, shikoni rehat nga vendi ku jeni, nga kuzhina juaj, nga lokali ku pini kafen, si të doni ju. Kafen, dhe për kafe sot. Niki, kafe në moj. Si e do kafen sot? Apo ju në direkt, një kafe të me sheqer, jo zeher. Të pak. Jo, sot do ta ndryshoj, nuk do t'i shtoj fare sheqer këtu, sot ta shoqërosh me llokumet kafen. Se është dhe një shoqëruese shumë e mirë e kafes, kryesisht kafes turke, po edhe ekspresit pse jo për ta ëmbëlsuar. A, do të thotë që do ma bësh sade. Sade kafe, ha? Një kafe mokador, kremoze, aromatike, që shijon dhe na sjell një energji në trupin ton, për ta nisur ditën mbar edhe për ta organizuar më mirë atë. Një kafe që ruan traditën e hershme italiane të përgatitjes së kafes, duke ndërthurur padyshim me teknologjinë moderne të ekspresëve që mokador na vë në dispozicion, përmes këtyre kapsulave të mrekullueshme që sipas ngjyrave vjen edhe shija aroma e secilës për të respektuar dhe kënaqur shijen e çdo kujt. Mirpresim telefonatat tuaja në numrin që shihni në ekran, na tregoni nëse llokumja, kjo ëmbëlsirë gelatinoze e shpejtë dhe thjesht, është në zgjidhjet tuaja për sebepe të ndryshme, siç e tham, dasma fejesa, pagëzime, evente të ndryshme, sebepe kudo që shkoni. Një pako me llokume është të nderon. Patjetër edhe në Smethliqe është, patjetër. Edhe është gjë e parë. Po mirë se edhe event i mirë. Po, është gjë e parë. Mirpresim tjetër telefonat. Përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. 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 Si jeni? Shumë mirë jemi, po ju si jeni? Nga po telefononi? Nga Tirana. Ishe duke na ndjekur? Po, unë ndjekim. E ndjek çdo ditë me sënën tuaj dhe jeni një moderator e shkëlqyer dhe Albana një ditë shkëlqyer. Shumë faleminderit për fjalët. Të ndalemi pak tek recetat. Kemi gatuar sot bujurdin, këtë mezën e shpejt me ngjyra të bukura, me domate, me speca, me ullim, me djath, me erza të ndryshme. Patlıcanët dhe llokumet. Ndalemi pak tek llokumet, nuk e di nëse të karasit ndonjëherë ti përgatitesh në shtëpi? Apo i merr të gatshme? Jo, i marr të gatshme, po qef isha se ta shtojnë të Albana dhe inshallah do t'i bëj. Jam thuaj kur je martuar, për shembull, ka qenë llokumja ëmbëlsira me cilën ke qyrasur miqt apo jo? Po. Ashtu të pudrosura me plur sheqeri. Dgjoj. Në fejes ka qyrasur, në martesë ka nësëruar. Në martesë se ka bërë? Ka nësëruar. Në fejes ka nxjerr tabakan, patjetër. Po. Unë do të them një histori. Unë faktikisht burrin e kam marrë me dashuri. Edhe mi ke bërë. Dhe se kam marrë të shtëpia e doktorit.
Më kanë fritur jashtë mase. Edhe jemi Tiranë të autotom. Ruani dhe respektoni marrëdhënien si në fillim, si ka ndryshuar marrëdhënia juaj me njerëzit e bashkëshortit? Patjetër që i respektojmë të gjitha siç kanë qenë përpara, të gjitha me lanë si trashëgimtar edhe fëmijëve tanë. Mrekulli. Urime dhe për, le themi, jetësinë e marrëdhënies, respektit që ruajmë, sepse janë, për të thënë ditët e sotme, që marrëdhëniet e familja tironësit edhe gratë tironëse janë shumë të qeta, japin shumë dashurin njëri tjetër. Ashtu, a? Gratë tironëse janë të shkëlqyer të gjitha, me gushinën e tyre, janë të shkëlqyera. Ama do krahine i të kënë vetja. Gratë janë të shkëlqyera, janë të shkëlqyera. Dhe do doja që Albana të na tregonte shumë gjëra nga bashkja e saj. Të përgatiste shumë shërup e gjëra. Tani është veç se ç'është koha, po e bëm gati dhe Baçën. Po bëjmë gati gjërat. Ose do pak uzmet toka. Do jetë shumë shpejt edhe një, le themi, grup xhirimesh në fakt. Me që se na e solle ndërmend, e kemi në plan për këto xhirimet e Vockla që bëhen në oborin e Albanës. Dhe faktikisht, unë them, kushdo anvis që dëshiron të vi të gatuaj me ne, nëse keni problem këtu në studio, patjetër në Baçë, patjetër. Rezi është. Në Baçë e Albanës. Faleminderit. Të falenderojmë. Albanës. Ndjes të më dëgjova. Nuk e dëgjuam. Edhe njerë? Po. Doja të thoja Albanës. Se më duket se Albanës si ka vdekë e ema. Dhe djerë më duket se ka pak pozitorin dhe... Po, sa të vëmëndshme që janë, shumë falemderit. Sa të vëmëndshme, falemderit shumë. Falemderit. Të përshëndesim. Falemderit që telefonove. Mirpresim të tjera telefonata. Derisa aty të na forcohet masa, të trashet, si thua. Pra me lëvizit të shpejta ciklike, që më pas të pasoj Androniki. Po, që të bësh gati këto patlıgjanët këtu. Vjen këtu me që me ref, që i ke. I trazoj unë dhe... Po të pengoj, ja të ti largoj dhe këto unë, po të pengoj, pasaj mund të marrësh edhe lugën. Si që shihet, një seshtja bën punën e vetë, duke krijuar këtë konsistencë, derisa të përthahen të gjitha lëngjet dhe të jemi gati në një masë gelatinoze për t'i dhënë pastaj formën. Pra ato aromën e llokumes dhe të vjen ajo shija nostalgjike, po të doam ne pastaj i pudrosim me sheqer pluhur. Sheqer pluhur dhe një seshte. Dhe një seshte, bashkë të përzjera. Por, kur ftohet masa. Po. Sepse ka tendencë që të shkrijë sheqer pluhuri. Shifeni tani dhe duke e trazuar dhe duke marrë dhe një traj dhe një ngjyrë pak më të kuqeremb. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Nga po na telefononi? Nga Kuksi, Jona. Të përshëndesim nga kuzhina jon. Çfarë ishe duke bërë, po na ndiqje, po gatuaje? Qenë ke dhe me fëmijën, sa dëgjoj? Po. Zemra vogël, që po na ndjek me mamin. Edhe me jetë. Po. Unë ka për të përdrejkë të të edhe për ndjekë që të ditë gjatimit tuaja, më të qeni shumë. Falemderit. Ju përgëzoj. Falemderit. Shumë falemderit. Të falenderojmë shumë. Puthe djalin ose gocën, kë kishe aty afër. Ta kesh me jetë. Edhe zënjën Albana e falenderoj, sepse bën gjëra shumë të shishme dhe i provojmë herë pas here. Falenderojmë shumë. Kush ka goca, botën ka, janë sherbet për baklava. 1.000.000% e vërtet. Është e vërtet. 100% është fakt. Është e vërtet. Ta kesh me jetë? Unë vetëm do kisha një sugjerim nëse më lejoni. Patjetër që po. Po. Gjithë këtij emisionit bukur të doja që mendimi im, të bënim edhe ndonjë quiz, sepse do na pëlqen shumë me gatimet e Albanës ose ku diun.
Me kënaqësi më të madhe, ne i vlerësojmë edhe i konsiderojmë, patjetër, i konsiderojmë shumë sugjerimet tuaja. Të falenderojmë shumë. Jeni shumë të mira, ju përqafoj, grupa. Edhe ne të përqafojmë, ditë mbar. Ju bëfshin mirë llokumet. Llokum për llokum. Faleminderit shumë. Jemi drejt fundit, shifni pak masa si u përtha dhe u shkëputet pra nga tigani. Do ta lëm të ftohet, do të ngurtësohet, do t'japim atë formën e rombit 4 ore apo drejt këndesh dhe pastaj do ta pudrosim me sheqer pluhur dhe pak niseshte. Këtu brenda gjatë trazimit, si shta Albana, mund t'jetë mbushja me fistik, me bajame, me ara, sipas shijes, me shije trëndafili, limoni dhe patjetër që mund t'i shoqëroni kafet tuaja të mëngjesit. Mund të bëni për shembull një sasi të tillë siç e përgatitëm ne këtu, një pudrosje vendosur bukur në një kuti dhe një dhuratë për një festë të caktuar. Niki, unë dua për një maj nga ty. Edhe mbaje fjalën, Për? Mbaje fjalën për një maj. Po patjetër. Mbaje fjalën. E mba fjalën. Do të t'i bëj me trëndafilma dje. Kaq thjesht sa u gatua kanë këto? Shumë thjesht. Ja dhe recetën e shohim së bashku pak, meqense jemi drejt përfundimit, recetën e llokumeve. Rahat lokum Turkish Delight apo llokume me 500 gram sheqer, apo jo hoqa më njënu po. 500 gram sheqer, 250 ml ujë, 100 gram niseshte misri, një lugë çaj lëng limoni, një lugë çaj ujë trëndafili ose vanilje, ngjyrues nëse doni për t'i dhënë një ngjyrë të kuqe apo të verdh, ara të qëruara bajame ose fistik, dhe për pudrosje një përzierje sheqer pluhur me niseshte. Ja edhe një sekond. Patlıcanët dhe ne duhet të shkëputemi tani. Ne shkëputemi, unë do t'i vendos të tava, do t'i shëshoj. Do t'i pastaj prap, i bëjmë gati llokume dhe që rasim Mimoz Ahmetin, cilën do ta kemi pas pak të ftuar në bisedën tonë, pse jo, mund na japi dhe nota poetike, kujt diun, në arti, gjithë gatimeve tona. Ju pres pas pak.